Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj një histori true crime dhe si çdo histori tjetër që do të gjeni në këtë kanal, është e bazuar në fakte reale. Bashkë do të zbulojmë misteri dhe ngjarje që shpesh mbeten të panjohura. Nëse dhe ju jeni të pasionuar pas këtë lloji historish, më ndiqni dhe aktivizoni kampanën për mos të humbur asnjë video. Rasti i sotëm flet për ato që mediat e quajtën shtëpia e tmerrit. Kjo është historia e trishtë dhe e dhimbshme e familjes Turpin. Jemi në Kaliforni me 14 janar 2018, rreth orës 5:30 të mëngjesit, kur policia i përgjigjet një telefonate alarmante. Në linjë është një vajzë 17 vjeçare e friksuar që prezantohet si Jordan Turpin. Mëso që i dridhet, ajo thotë se ka ikur nga shtëpia dhe se ka nevojë për ndihmë urgjente. Më pas shton se 2 prej motrave të saj janë të lidhura me zinxhir. I just ran away from home. Okay. And I live in a family of 15. Okay. My 2 little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on the bed. You have pictures of your sisters chained up? Yes, but they're in here. Okay. I don't have proof of everything, but I have proof that my sisters are chained up. What are your parents going to do when they find out you left? They're gonna want to literally kill me. Për të kuptuar çfarë detyroi Jordan të arratiset dhe pse ishte aq e rënditur, duhet të nisemi nga fillimi për të zbuluar si lindi dhe si u shndërrua në mangth historia e errët e familjes Turpin. David Alan Turpin lindi me 17 tetor 1961 dhe u rrit në një familje fetare. Ishte një fëmijë zakonshëm, i qetë, nuk përfshihej kurrë në grindje dhe merrte nota të mira. Ishte i pasionuar pas makinave dhe adhurues i filmave si Star Wars dhe Star Trek. Në moshën 17 vjeçare fitoi një bursë për të studiuar inxhinieri elektronike. Louise Anna Robinet lindi me 24 maj 1968 dhe ajo u rrit në një familje fetare. Kishte 2 motra më të vogla, Teresa dhe Elizabeth. Si fëmijë ishte tërhequr me pak shoqëri dhe shpesh ishte viktimë e bullizmit. Prindërit e saj ziheshin shpesh dhe vajzat ishin dëshmitare të dhunës fizike mes tyre. Në moshën 10 vjeçare, Louise mori mbi supe përgjegjësinë për të kujdesur për motrat për shkak të neglizhencës të prindërve. Por pas kësaj historie fshihej një errësirë dhe më e thellë. Sipas dëshmive të motrave të saj, Louise, Elizabeth dhe Teresa ishin viktima të abuzimeve seksuale nga gjyshi i tyre, babai i nënës. Ai ishte një burr me pushtet, pronar biznesesh dhe një politikan i njohur lokal. Louise shpesh vetë ofrohej për të mbrojtur motrat, duke përballur vetë me abuzimin. Nëna e tyre ishte në dijeni, por nuk veproi, duke pranuar ndihmën financiare që ati siguronte. Sipas rrëfimeve, dhe gjyshja kishte dijeni për gjithçka, dhe pikërisht për këtë arsye e kishte lënë dhe kishte ikur. Në mesin e vitit 1983, David dhe Louise u takuan për herë të parë në një kishë. Midis tyre lindi shpejt një tërheqje dhe pavarësisht diferencës të moshës, u dashuruan. Ai ishte 21 vjeç dhe ajo vetëm 14 vjeçe. Ata nuk e fshehën marrëdhënien e tyre, çka shkaktoi shqetësim tek prindrit e Louise. David nuk ishte mirëpritur në familjen e saj, ndaj takoheshin fshehurazi pas shkollës. Pas një vit lidhjeje, Louise kërcënoi se do të largohej përgjithmonë me të. Prindrit e saj, nga frika se çfarë do të thonte komuniteti dhe të ndikuar nga bindjet fetare, pranuan që ata të martoheshin në shkurt të vitit 1985. Në atë kohë David sapo ishte diplomuar në inxhinieri elektronike dhe po kërkonte punë. Pas martesës, ai punsohet si inxhinier. Ai ishte 23 dhe Louise 16 vjeçe. Ajo braktisi shkollën dhe mori mbiemrin e bashkëshortit, Louise Anna Turpin. Në vitet që pasuan, jeta e çiftit ndryshoi ndjeshëm. Gjatë një periudhe prej 18 vitesh, David dhe Louise sollën në jetë 12 fëmijë. Fëmia i 13 lindi pas një ndërprerje prej 9 vitesh nga i 12-ti. Të gjithë mbajnë mbiemrin Turpin dhe po ulë emrat e tyre në ekran. Në total 10 vajza dhe 3 djem. Në vitet 90 dhe fillimin e viteve 2000, familja jetonte në Fort Worth, Texas. David përparonte profesionalisht dhe çdo herë që merrte një promovim, familja shpërngulej. Në total u zhvendosën 3 herë. Rroga e tij vjetore arriti rreth $150,000, që do të thotë $12,500 në muaj. Por me rritjen e numrit të fëmijëve dhe shpenzimet u rritën ndjeshëm. Në një moment çifti u bë i varur nga lojrat e fatit. Të ardhurat nuk mjaftonin më dhe ata që vuajin pasojat ishin pikërisht fëmijët. Rreth viteve 90, kur kishin tashmë 5 fëmijë, familja hoqi dorë nga 3 vakte në ditë dhe kaloi vetëm në 2 vakte. Motra e Louise, Elizabeth, i vizitonte her pas here dhe vuri re se edukimi i fëmijëve ishte tepër i rrept.
Fëmijët kërkonin leje për të ngrënë, edhe nëse pjata ishte para tyre. Nëse Luis ishte duke folur dhe nuk u drejtohej atyre, ata nuk guxonin të preknin ushqimin, nuk hanin pa leje të qartë. Elizabeth tha gjithashtu se nuk i kujtohet ndonjëherë duke qenë vetëm me ndonjë nga fëmijët, gjithmonë prindërit ishin të pranishëm, duke i mbikëqyrur. Deri në këtë pikë, sjellja e tyre mund të interpretohet si edukim i ashpër, por jo domosdoshmërisht alarmues për të tjerit. Por brenda shtëpisë situata ishte shumë më e rëndë. Prindrit nuk shfaqin asnjë formë dashurie. Fëmijët jetonin të mbyllur në dhomat e tyre dhe lejoheshin të dinin vetëm për të ngrënë, për të shkuar në shkollë dhe për të përdorur banjën. Edhe brenda shtëpisë çdo veprim duhej bërë vetëm me leje. Në fund të viteve 90, kur tashmë kishin 7 fëmijë, problemet financiare u bën kritike. Në pranverën e vitit 1999, ata u dëbuan nga shtëpia për mos shlyerje të kredisë së hipotekës, por arritën të blejnë një shtëpi më të lirë, në një zonë më të largët, duke marrë hua ka një bank tjetër. Familja u shpërngul në Rio Vista, një fshat i vogël rural në Texas, me pak se 1000 banor. Aty nuk ishin fqinj të afër, por zona ishte aq e vogël sa njerëzit ishin të mësuar të trokisnin në derë për të përshëndetur. Kur fqinjt tentuan të afroheshin, askush nuk i hapi derën. David bleu disa dera, dhi dhe pula, duke tentuar të bëhej i pavarur nga jashtë. Trajtimi ndaj fëmijëve u përkeqësua ndjeshëm. Fëmijët nuk lejoheshin të flisin me fqinjët, madje as të thonin emrin e tyre nëse pyeteshin. Shiheshin rrallë, vetëm kur udhëtonin për në shkollë me fugonin e familjes. Fëmijët e lagjes e dinin që në atë shtëpi kishte fëmijë. Disa trokitën për t'i ftuar për të luajtur, por Luis i përzinte me forcë. Shkolla dërgonte njoftime shqetësuese, duke u ankuar për higjienën e fëmijëve, rrobat e ndotura dhe zbokthi i tepër në kokë. Në një prej paralajmërimeve më të rënda, mësuesit deklaruan se fëmijët mbartnin erë të rënd urine. Pas kësaj, David dhe Luis i tërhoqën të gjithë fëmijët nga shkolla, dhe është e rëndësishme të theksojmë një detaj ligjor. Në Shtetet e Bashkuara, arsimi në kushte shtëpie, i njohur si homeschooling, është plotësisht i lishëm. Kjo do të thotë se prindrit kanë të drejtë të edukojnë fëmijët e tyre në shtëpi, pa qenë të detyruar t'i dërgojnë në shkollë publike apo private, përsa kohë që ndjekin disa kritere bazë që ndryshojnë sipas shtetit. Në shumë raste nuk ka kontrolle të rregullta nga autoritetet për të parë nëse mësimi po zhvillohet realisht. David pati idenë për të regjistruar shtëpinë e tyre si një shkollë private. Shtëpia u listua si institucion privat jo fetar në regjistrat shtetëror dhe David ishte regjistruar si drejtori. Kjo ishte alibia perfekte për të mbajtur fëmijët të mbyllur 24 orë në ditë. Nga ai moment, fëmijët u izoluan plotësisht në dhomat e tyre, jetonin në kushte çnjerëzore, disa prej tyre ishin lidhur me zinxhir në krevate, ushqeheshin vetëm një herë në ditë, një nga një dhe në heshtje absolute. Regjimi i ushqimit funksiononte në këtë mënyrë. Luis thërriste një nga fëmijët që shkonte në kuzhinë dhe hante në këmbë. Sapo përfundonte, fëmia shkonte në banjë për të larë dhëmbët dhe pastaj thehej në dhomën e vet në mënyrë që të vinte radha e fëmijës tjetër. Gjatë larjes së dhëmbëve ekzistonte një rregull shumë i rreptë për përdorimin e ujit. Nëse ndonjë prej tyre lagte duart mbi kyçe, konsiderohej se po luante me ujin dhe ndëshkohej. Ndëshkimet ishin të ashpra, si nga ana psikologjike, ashtu dhe fizike. Si për shembull humbja e të drejtës për një vakt ushqimi, ndalimi i përdorimit të ujit për të pirë dhe lidhja me zinxhir në krevat për ditë të tëra. Familjarët që dëshironin të vizitonin nuk merrnin kurrë leje. David dhe Luis gjithmonë shpiknin një arsye për të refuzuar vizitat dhe kështu u izoluan totalisht. Gjatë kohës që jetonin në Rio Vista, çifti solli në jetë edhe 5 fëmijë të tjerë, duke arritur kështu në 12. Në këtë pikë, David dhe Luis ndërtuar një kafaz njerëzor në Bodrum, që e përdornin si formë ndëshkimi për fëmijët që shkelnin rregullat. Ky kafaz ishte 2 metra i lartë, 1 metër e gjysmë i gjatë dhe i gjerë, dhe i ndarmë në mes për të futur 2 fëmijë njëkohësisht. Poshtë derës së hekurit kishte një hapësirë të vogël për të kaluar ushqimin pa hapur kafazin. Fëmijët mbylleshin atje për ditë të tëra, ku jo vetëm hanin, po edhe kryenin nevojat e tyre brenda në të njëjtën hapësirë. Fëmijët rriheshin me objekte si shkopinj, rripa dhe mjete të tjera. Disa prej tyre kishin hematoma dhe shenja të dukshme dhune në trup. Çifti justifikonte këto mizori duke thënë se ishin pjesë e një edukimi hyjnor. Ata u mësonin fëmijëve se Zoti i falte vetëm ata që meritonin faljen dhe për këtë i detyronin të lexonin dhe memorizonin pasazhe nga Bibla. Fëmijët që ende nuk dinin të lexonin, duhej të dëgjonin motrat ose vëllezërit e tyre që lexonin për ta. Shumë mund të pyesin, pse nuk iknin këto fëmijë? Është e rëndësishme të theksojmë se ata ishin totalisht të indoktrinuar. Pësonin lloje të ndryshme të torturës fizike dhe psikologjike. 2 më të mëdhenj, Jennifer dhe Joshua,
detyroheshin të kujdeseshin për më të vegjëlit, duke u siguruar që askush mos të dilte. Dhe nëse ndodhte diçka, ndërshkoheshin në mënyra të dhunshme dhe çnjerëzore. Well, why don't you guys just leave the house? Because we're terrified. We don't really have a way. Everyone's always looking. There's always somebody. Këta fëmijë nuk kishin idenë se si ishte bota jashtë shtëpisë. Nuk e dinin sa ratisja mund të kishte vlerë. Disa madje nuk dinin as ku ndodheshin. Besonin se mënyra jetesës së tyre ishte normale dhe e zakonshme si në çdo familje. Gjithçka ndryshoi sërish në vitin 2010 kur David humbi punën dhe familja u shpërngul në Paris, në Kaliforni. Në vitin 2011, David gjeti një punë të re si inxhinier kompjuterik në një kompani të madhe ndërtimi me një pagë rreth $150,000 në vit. Në letër kjo duke si një ringritje, një modësi për të filluar nga e para, por realiteti ishte shumë ndryshe. Çifti Turpin kishte grumbulluar ndër vite borxhe që ka përcenin $250,000, kredi të pambyllura, shpenzime të pakontrolluara, varësi nga bixhozi dhe mungesë totale menaxhimi financiar. Ata kishin jetuar për vite me radhë mbi mundësitë e tyre reale, duke u zhytur gjithnjë e më thellë në borxhe, ndërkohë që sillnin në jetë fëmijë të tjerë. Në vend që të përpiqeshin të dilnin nga kriza, ata vazhdonin të shpenzonin, duke e bler rroba e lodra që i përdornin vetëm për fotografi, ndërsa fëmijët jetonin në errësirë dhe varfëri ekstreme. Rutina e tyre ishte krejtësisht e pazakontë. Zgjoheshin orën 10 të mbrëmjes dhe flinin në orën 6 të mëngjesit. Në ditë flinin rreth 16 orë. Ushqimi ishte gjithmonë më i pakët. Çdo ditë ata merrnin vetëm një vakt, dhe ai ishte i mjerë, një copë bukë me gjalp kikiriku ose mbetje që prindrit nuk ishin ngrënë. Në disa raste ata detyroheshin të hanin të vjellat ose ushqim të ndotur. Fëmijët ishin të mbyllur dhe të izoluar në dhoma të errëta, pa dritë natyrale dhe pas një kontakt me botën e jashtme. Nuk ishin qase në libra, televizor apo ndonjë formë tjetër stimulimi edukativ. Disa nuk dinin as të lexonin as të shkruanin. Ata i nënshtroheshin poshtërimeve të vazhdueshme, si për shembull të qëndronin në këmbë për orë të tëra. Shtëpia kishte gjithsej 4 dhoma gjumi, njëra ishte për prindërit, ndërsa 3 të tjerat ndaheshin mes fëmijëve. Secila prej tyre kishte 2 krevate marinari dhe në çdo dhomë flinin nga 4 fëmijë. Por ajo që e bën këtë skenë më të rëndë ishte fakti se çdo krevat kishte zinxhir. Fëmijët lidheshin aty për orë apo ditë të tëra, pa të drejtën të lëviznin dhe çarçafët nuk pastroheshin kurrë. Jennifer dhe Joshua, 2 më të mëdhenjt, trajtoheshin disi ndryshe, ndoshta sepse përmbushnin detyrat që u jepnin prindrit. Ata kishin disa privilegje. Secili kishte një smartphone, kishin të drejtë të shikonin televizor por vetëm në praninë e prindërve, dhe dua të theksoj se Jennifer dhe Joshua në atë kohë ishin 20 vjeç. Në vitin 2014, Louis mbeti shtatzën dhe në fillim të vitit 2015 lindi Jana, fëmijë i 13 i çiftit. Në vitin 2015 shkuan në Las Vegas për të rinovuar betimet martesore dhe për të festuar 30 vjetorin e martesës së tyre. Nga jashtë gjithçka dukej perfekte, një çift që kishte qëndruar bashkë për 3 dekada me një familje të madhe dhe festime madhështore. Askush nuk do të kishte imagjinuar se pas atyre buzëqeshjeve për foto dhe veshjeve të reja, fshiheshin vite të tëra dhune, izolimi dhe urie. Nga tetori deri në fund të dhjetorit 2016, 3 fëmijë, Jonathan 20 vjeç, Janeta 17 dhe Yolinda 7 vjeçe, u mbajtën të lidhur me zinxhir në krevatet e tyre si ndëshkim, pasi u kapën duke marrë fshehur azi ushqim nga kuzhina. Ditën e Krishtlindjeve ata u liruan vetëm për disa orë për t'u lejuar të qëndronin në dhomën e ndenjës dhe të shikonin familjen duke festuar. Nuk e lejuan të hanin, vetëm qëndruan në këmbë dhe sapo përfundoi festa, u rikthyen në ndëshkim, i cili vazhdoi deri në ditën e nënës me 14 maj 2017, ku bën një dush dhe dua të theksoj se këta fëmijë bënin dush vetëm një herë në vit dhe u detyruan të pozojnë për një foto në Facebook, ku si gjithmonë duhej të duken të lumtur. Sometimes we live in stilts, and sometimes I wake up and I can't breathe because how dirty the house is. We never take baths. When was the last time you had a bath? Almost a year ago. Pas fotos, rrobat e reja ju hoqën dhe u kthyen sërish në dhomat e tyre. Pra Jonathan, Janeta dhe Yolinda u mbajtën të lidhur për rreth 7 muaj me ndërprerje minimale. Në fund të vitit 2017, një gjest i pavetëdijshëm do të shndërrohet në çelësin e shpëtimit të kësaj familje, duke ndryshuar përgjithmonë fatin e të gjithëve. Joshua, vëllai i madh, ishte një nga të vetmit që kishte telefon, një shpërblim nga prindrit për bindjen e tij dhe rolin që kishte në mbikëqyrjen e motrave dhe vëllezërve më të vegjël. Pavarësisht kësaj, përdorimi i telefonit ishte gjithmonë i kufizuar dhe i monitoruar.
Në atë periudhë Joshua mori dhurat një celular të ri dhe telefonin e vjetër e hodhi. Jordan, duke kërkuar diçka nëpër shtëpi, e gjeti dhe nuk i tha askujt. Telefoni nuk bënte thirrje, por kishte ende akses në internet përmes Wi-Fi. Jordan e mbante të fshehur dhe e përdorte vetëm natën në banjo, i vetmi vend ku kishte pak privatësi dhe mundësi të rinte vetëm. Aty, për herë të parë, nisi të shihte botën që nuk ishte njohur kurrë. Fillimisht video muzikore dhe më shumë se çdo gjë tjetër, videot e Justin Bieber që ajo ja dhuronte dhe e bënin të ndëronte. Më pas hapi një profil të rem në Instagram me emrin Lacey Swan dhe gradualisht filloi të komunikonte me njerëz të panjohur. Njëri prej tyre ishte Neil Shpotba, një djalë nga India. Ata filluan të flisnin dhe avash avash Jordan filloi t'i tregoj më shumë për të. I tha që nuk shkonte në shkollë, që nuk dinte adresën e shtëpisë dhe që disa nga motrat e saj ishin të lidhura me zinxhir. Ai e kuptoi menjëherë që diçka nuk shkonte. Ai i shpjegoi se në Amerikë, në rast rreziku, mund të telefononte 911, një numër emergjence që funksionon edhe kur telefoni nuk ka linjë për thirrje normale. Jordan nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë këtë numër, nuk e dinte që mund të kërkonte ndihmë, nuk e dinte që ekzistonte një mënyrë për të shpëtuar. Për herë të parë në jetë, filloi të shihte një rrugdalje të mundshme. Në fillim të vitit 2018, Jordan bisedoi fshehurazi me motrën e saj më të madhe, Jennifer. Të dyja ishin të vetëdijshme që ajo që ndodhte në shtëpi nuk ishte normale. Pasi e kuptuan se situata ishte bërë e rrezikshme për jetën, rënë dakord që do të përpiqeshin të arratiseshin dhe të kërkonin ndihmë. Jennifer, e cila kishte qenë për vite një nga të paktat me privilegje si celulari apo leje për të parë televizor në prani të prindërve, kishte jetuar më gjatë në kontrollin emocional të tyre. Ajo ishte më e madhe dhe kishte frikë se çfarë do të ndodhte me motrat dhe vëllezërit më të vegjël nëse diçka do të shkonte keq. Nga ana tjetër, Jordan, me këshillat e djalit indian që kishte njohur në rrjetet sociale, për javë të tëra kishte shkripur foto fshehurazi me telefon. Ajo nuk fotografonte vetëm veten dhe motrat, por gjendjen e mjerueshme të shtëpisë për të përdorur si provë ndaj autoriteteve. Dhe kështu, me 14 janar 2018 në orën 5:30 të mëngjesit, të dyja, Jennifer dhe Jordan, u përpoqën të largoheshin nga shtëpia. Por ndërsa Jordan vazhdoi të vraponte, Jennifer u ndal, frika e paralizoi, u trem nga mundësia që të kapeshin dhe ndëshkoheshin, por edhe nga pasiguria për ato që do të ndodhte jashtë. Për shkak të viteve të indoktrinimit dhe presionit emocional, Jennifer vendosi të kthehej në shtëpi. Jordan megjithatë nuk ndaloi. Sapo nuk e shihte më shtëpinë, formoi numrin e emergjencës. 911 emergency, what are you reporting? Hello. This is 911, do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I live in a family of 15. Okay? We have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Jordan Turpin. Hi, Jordan. Hi, what's going on? I just ran away from home, Okay. and I live in a family of 15. Okay. My two little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on the bed. Now, Mother didn't chain them up just to be mean. Okay. They're chained up because they stole Mother's food. Uh-huh. But I'm sorry if I talk too much. Okay. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so it's very hard for me to talk. Okay. Do your parents know you left your house? No, they home. Do you take any medication? What's medication? Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? Oh, I For- don't think I've ever taken a pill before. Okay. I called because my two little sisters, they're chained up right now. You have pictures of your sisters chained up? Yes, but they're in here. Okay. I don't have proof of everything, but I have proof that my sisters are chained up. So see, those are the places that make it on them. And see how dirty she is? We are so filthy. We don't take baths. We don't. How did your sisters get like this? Okay. Your parents chained them up? Yes, because they stole food. Okay. But they stole it because they were hungry. Well, why don't you guys just leave the house?
Because we're terrified. We don't really have a way. Everyone's always looking. There's always somebody. Kur autoritetet mbërritën në shtëpinë e familjes Turpin, pamje që i priste ishte tronditse. Fëmijët ishin të ndotur, me rrobe të pista, jashtëzakonisht të dobët, dhe në shtëpi kishte një erë të padurueshme. We got a call for a check the welfare here at your house. Yeah, why? You guys have kids in the house? Yes. Okay, what kind of call did you get? How you doing, sir? I'm doing good. Okay. We were just in bed. I mean, like, We're gonna come in and check, okay? Well, what's your name, sir? David. Where you guys planning on moving to? Anything No, like that? my job's moving. Oh, okay. What do you do for work? I'm an engineer. Oh, engineer. With 35 gives another 10. you got a call? Yeah, we got a call from, I'm not sure if it was the young girl that left or if it was a neighbor that saw her walking around the street. So we'll get to the bottom of it. As soon as we make sure everybody's okay, then we'll decide, we'll figure out if maybe she was one of your kids that wandered away. How many kids do you have? 13. 13 total? Yeah. Woo! You guys are busy. Yeah. David Turpin, në ato kohë 56 vjeç dhe Luis 49 vjeçe, u arrestuan në flagrancë. Për secilin prej tyre u vendos një garanci prej 9 milion dollarësh, thjesht një vlerë simbolike për të siguruar që mos të dilnin të lirë para gjykimit. Fëmijët u dërguan menjëherë në spital të shoqëruar nga një ekip punonësi social. Gjendja e tyre fizike ishte aq e keqe sa hetuesit menduan se ishin të gjithë minoren. Në të vërtetë moshat e tyre reale në atë moment ishin 2, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 dhe 29 vjeç. Policia gjeti disa lodra në garazh, por shumë shpejt u kuptua se nuk ishin për lojë, por për pjesë e torturës psikologjike që fëmijët përjetonin çdo ditë. Të dish që ekzistojnë lodra në shtëpi, por nuk je asnjë të drejtë i prekësh, është vetë një formë lëshkimi. Luis dhe David kishin djetra rroba të reja, ndërsa fëmijët kishin vetëm pak copa veshjesh. Rroba që u shfaqeshin nëpër foto ishin gjithmonë të reja dhe pasi bëhej fotoja, vendoseshin me një anë. Ndërkohë, ato që vishnin çdo ditë ishin të njëjtat, të palara dhe të pista. Gjatë marrjes në pyetje, çifti nuk dha shumë përgjigje. Kur policia i pyeti, pse sollët në jetë kaq shumë fëmijë nëse do t'i trajtonit kështu? Përgjigjja e tyre ishte sepse jemi shumë fetar dhe ndjem se Zoti na kishte thirrur të kishim një familje të madhe. Pas disa javësh në spital, mjekët publikuan raporte shëndetësore për secilin prej fëmijëve Turpin. E vetmja që nuk tregonte shenja të dukshme neglizhence ishte Jana, më e vogla, vetëm 2 vjeç në ato kohë. Të tjerit ishin në gjendje alarmante. Shumë prej tyre ishin aq të dobët, saqë mjekët në fillim menduan se ishin shumë më të vegjël në moshë, nga sa ishin realisht. Njëra nga vajzat në moshën 29 vjeçare peshonte vetëm 37 kg, të gjithë ishin nga 10 deri në 25 kg në peshën e tyre ideale. Te disa u vure një zhvillim i vonuar mendor që i pengonte të përballonin edhe detyra mendore elementare, si t'i mbani mend fakte të thjeshta. Disa nuk e njihnin fare alfabetin, ndërsa të tjerë dinin vetëm disa shkronja. Asnjëri prej tyre nuk ishte qenë kurrë te dentisti. Kishin dhëmë të kalbur, dhimbje të vazhdueshme dhe probleme serioze orale. Kishin gjithashtu parasit në kokë dhe infeksione në lëkurë. 2 nga vajzat më të mëdha kishin humbur funksionin vizor dhe mjekët konfirmuan se nuk do të mund të mbeteshin kurrë shtatzën. Të gjithë fëmijët vuanin nga mungesa e theksuar e vitaminave, veçanërisht B, C dhe D. Vitamina D është më e lehta për t'u marrë në mënyrë natyrale. Mjaftojnë vetëm 15 minuta ekspozim në diell, por këta fëmijë nuk kishin parë kurrë dritën e diellit. Për shkak të mos zhvillimit të duhur, zërat e tyre ishin ende të hollë si të fëmijëve të vegjël, sepse korthat vokale nuk kishin pasur mundësi të zhvilloheshin. Ishte qartë se ata nuk kishin jetuar si fëmijë, por kishin mbijetuar në kushte të mjerueshme. Për shkak të gjendjes së tyre të rënduar, ushqimi dhe lëngjet ju ofruan me kujdes, në mënyrë graduale, sepse organizmi i tyre nuk ishte ende në gjendje të përballonte ushqim normal pa rrezikuar kolaps. Fëmijët qëndruan rreth 2 muaj në spital dhe kur erdhi momenti i largimit, shumë prej tyre shpërthyen në lot, duke thënë se nuk donin të largoheshin sepse spitali ishte vendi më i mirë ku kishin qenë ndonjëherë në jetën e tyre. Fëmijët më të rritur u përfshin në një program të posaçëm rehabilitimi, ku për herë të parë mësuan gjëra themelore për jetën, si të kujdeseshin për veten, për pastërtinë personale dhe të shtëpisë, si të gatuanin dhe si të përdornin paratë. Ndërkohë, 6 fëmijët më të vegjël u ndanë në 2 shtëpi kujdestare, nga 3 fëmijë në secilën. Dhe të gjithë fëmijët fituan të drejtën për të ndryshuar emrin dhe mbiemrin. Identitetet e tyre të reja janë mbajtur konfidenciale deri më sot. Për herë të parë, këta fëmijë pan botën jashtë dhe për herë të parë, ajo botë nuk ishte rrezikshme.
Seanca gjyqësore ndaj çiftit nisi në vitin 2018 dhe provat kundër tyre ishin aq të shumta dhe të rënda, saqë avokatët mezi gjenin mënyra për t'i mbrojtur. Çifti u përball me 14 akuza të ndryshme dhe në seancën përfundimtare në shkurt të vitit 2019, David dhe Louise pranuan fajësinë për të gjithë akuzat. Edhe pse kërkuan falje, dënimi ishte pothuajse i pashmangshëm. David dhe Louise Turpin u dënuan me burgim të përjetshëm. U ndaluan të kontaktoj me fëmijët në çdo formë, qoftë në telefon, rrjete sociale apo letra. Nga të gjithë, vetëm Jordan dhe Jennifer dalin her pas here në media për të folur mbi të kaluarën e tyre dhe për të ndihmuar viktima të tjera të abuzimit. Të tjerët kanë zgjedhur të qëndrojnë jashtë vëmendjes publike, duke u përqendruar në jetën e tyre të re. Sot, disa prej fëmijëve Turpin janë ende në kontakt me njëri tjetrin, veçanërisht motrat dhe vëllezërit më të mëdhenj, të cilët përpiqen të ruajnë lidhjet familjare dhe të kujdesen për njëri tjetrin. Por jo të gjithë fëmijët e kanë pasur të lehtë, disa janë ende në përkujdesje shtetërore, të tjerë kanë zgjedhur të shkëputen plotësisht. Në intervista publike, Jordan ka treguar se ka lidhje më të fortë me disa motrat, por gjithashtu ka pranuar se disa vëllezër dhe motra janë tërhequr plotësisht dhe nuk duan të jenë në kontakt. Dhe sot e vetmja gjë që mund të shpresojmë është që të 13 fëmijët Turpin të kenë një jetë të qetë, të shëndetshme dhe normale, një jetë që të rikthejë dinjitetin dhe lirinë që u mungoi për kaq shumë vite. First place we went to a park with two of my sisters, and I was so excited because I could smell the air, I could smell the grass. I was like, how could heaven be better than this? Oh my gosh, this is so free, like, this is life. Këto ishin të gjitha informacionet që kisha për këtë rast. Më tregoni nëse e njihni dhe çfarë mendoni për të më poshtë në komente. Unë ju falenderoj që kaluat kohën tuaj me mua. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem bëni like dhe subscribe në kanalin tim. Ne shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, ju uroj gjithë të mirat dhe mirupafshim.